Qeveria Rama 4 sigurisht që gëzon një krizë të paparë, por me ato pozitë që sot do të ndezit disa flagadan, asgjë nuk I hyn ndërkam. Dhe arsyeja është fare e thjeshtë. Edi Rama dihet mbret sepse është më se normale me një popull që ai e ka përzënë në shkretëtirën e Europës plak për të kërkuar në azile bukën e gojës. Ndërkohë që pensionistët e votojnë dhe ndërkombëtarët bëjnë sikur kritikojnë. Dhe asgjë fatkeqësisht nuk do të ndryshojë. I Kubela la pasardhësit e saj. Erion Veliaj nuk akuzohet gjë për inceneratorin që duhet të shkojnë të gjithë atje, media, shoqëria civile dhe opozita, të tregojë SPAK-ut dhe ndërkombëtarëve të vërtetat e krimit. Por jo. Kështu mua si qytetar më intereson ato miliardat e vjedhura, do t'i kthejmë pas për të riparuar dëmet në urat, në rrugë, në kanale, në tunelet, që kjo bebushka e importuar prej Greqisë ka shkatruar Shqipërinë. Nëse ndodh kjo, faleminderit zoti SPAK, shoqëri civile, mediat dhe opozitë që nuk pushove kur së kërkuari demokraci. Asgjë do të ndryshojë. Këtu do t'jemi.